kam një lloj simpatie, më pëlqen që atë jota, dhe të nuk të them fare as për lozhe edhe as për kështu. Gram po më një kështu për sot. Më ndiq, pasi punova në furrën e bukës, sot të punoj si taksist. Në Shqipëri ka shumë qytetarë shqiptarë që ja kanë dalë me punë dhe me sakrifica. Kategoria e taksistëve në fakt më ka bërë shumë përshtypje sepse është një kategori që punon me orare të zgjatura dhe për një fitim modest. Por kemi parë që kohët e fundit edhe ky profesion praktikisht është thyer në një punë që nuk sjell të ardhurat të mjaftueshme për ta sipërmarrëse, në fundit janë sipërmarrës të vegjël, sepse në treg kanë hyrë kompani të mëdha me burime financiare të jashtëzakonshme dhe në fakt edhe të dyshimta dhe kanë kthyer edhe këtë punë nëpërmjet të cilës nuk mban dot në familjen. Si e? Mirë, ti si je? Si po shkon gjëja? Mirë, ja, punë. Keni filluar me fushatën, ha? Kemi filluar me fushatën, po. Ndonjëherë ne politikanët mendojnë se i dim gjërat. Edhojmë që për të ditur dhe për të kuptuar duhem pyetur njerëzit. Si kemi? Brikel. Brikel. Jam muzikant, të dish, jam pedagog të Akademia e Arteve. Ah, sa mirë. Më thënë që jam kontakt edhe me brezin që... Brezineri. Qa thot breziri? Breziri? Nuk e di ku i kanë lënë ëndrat të pakës. Si të duket e ardhmja, qa mendon? Je optimist, pesimist, si po shkojnë gjërat sipas teje? Nuk është puna se faktikisht edhe që me natyra. Po, sigurisht me natyra. Që ti mund të jesh njëri optimist, por të ndërtuar gjërat e tyre, domethënë gjërat e tua individualisht, ke besim, po pastaj pastaj kolektiviteti, duke hapur syt rreth e qartë, duket pak si kontradiktore. Por, nëse do ta shohim në aspektin individual, pastaj u them që kam pak edhe jo se kam besu të këtë gjërat që kam për rreth, absolutisht. Edhe të kushet që kam për rreth, po e kam zjedh vetë si të vetë me gjë për të të parë. Si thonë atit, kur isha i Jerita, do e ndryshoj botë. Kur jam tani, të ndryshoj vetën, edhe të përmisoj vetën. Si na shikon e politikanët? Qa do doje ti nga unë për shembull? Para i sa më nje, nuk e di sa më nje, nuk e di sa më ke ndjekur, por çfarë do doje ti të bëja unë? Shko, unë të njoh ty si një individ shumë të fortë në biznes, në sukses biznesi. Do thotë që kam dëgjuar dhe kam parë edhe kam besuar tek ajo që ti reflekton, të një lloj ndjeshmërie një, po edhe ndershmërie të dyja.